Përshëndetje të dashur miq, jam Zana. Në emisioni e sotëm do të flasim për një temë që ja vlen vëmendje. 22 majt është dita ndërkombëtare e biodiversitetit. Ndërsa më shumë kafshë të rralla rikëthehen në vëmendje e njerëzve, edhe ideja e bashkëjetesës së të gjithë qenieve po merr një kuptim më të prekshëm dhe real. Së fundmi nga provinca Yunnan erdhi një lajm I gëzueshëm ekologjik. Pelikani gjallëporor me barkë të zi, I zhdukur prej gati një shekulli, është shfaqur sërish në ligatinat e kësaj province. Me trupi e tij elegant dhe kërkesat shumë të larta për cilësinë e ujit dhe mjedisin ligatinor, kjo specie ishte zhdukur dikur për shkak të dëmtimit ekologjik. Rikëthimi I tij sot është një dëshmi e gjallë e përmirësimit të vazhdueshëm të mjedisit ekologjik. Ujërat e pastra, ligatinat e rrezikta uruara dhe habitatet e qëndrueshme po u mundësojnë sërish të qenieve të larguara të rikëthehen në vetëlindje e tyre. Si një thesar të biodiversitetit të Kinës, provinca Yunnan ka ndjekur vazhdimisht konceptin e bashkëjetesës harmonike mes njeriut dhe natyrës. Nga elefantët aziatik që migruan drejt veriut dhe u kthyen të sigurt në jug dhe rritja e qëndrueshme e numrit të majmunëve të artë të Yunanit, këto histori po krijojnë një tablo të gjallë të mbrojtjes ekologjike në Kinë. Vitet e fundit, në përmjet përcaktimit të vijave të kuqe ekologjike, menaxhimit të gjithëpërfshirës të ligatinave dhe mbikëqyrjes së vazhdueshme ekologjike, provinca Yunnan po mbron vazhdimisht habitatet e specieve të rralla. Gjithashtu po bën të mundur që gjithnjë e më shumë forma jete të zhdukura prej kohësh të rikëthehen në vëmendje e njerëzve. Mbrojtja e biodiversitetit nuk do të thotë vetëm mbrojtja e një specieje të vetme bimore apo shlazore, por ruajtja e të gjithë ekosistemit. Nga një ligatinë e vetme, deri te lumentë e malet e pafundme, nga qeverisja vendore dhe veprimi global, Kina vëjon të ndjekë parimin e ekologjisë së pari dhe zhvillimit të gjelbër, duke nxitur bashkëjetesën harmonike mes njeriut dhe natyrës. Kjo ishte përmbajtja e emisionit të sotëm. Faleminderit që më ndoqët dhe mund të ndani mendimet tuaja tek komentet. Jam Zana, shihemi herën tjetër.